Delenali. Të nderuar gazetar, mirëditë të gjithëve. Ne porsa kemi mbajtur tash mbledhjen e parë të komisionit të posaçëm për parandalim të infeksionit koronavirus COVID-19. Me që rast paraqiti një ekspoze ministri i shëndetësisë zotëri Arben Vitia dhe gjithashtu u diskutua gjëre gjatë për informatat dhe përshtypjet të cilët i kanë përfaqësuesit e ndryshëm të organeve të rëndësishme shtetërore, të institucioneve të vendit tonë, të cilët janë pjesë e këtij komisioni të përbashkët, me gjithsej 22 antar e i kryesuar prej meje si kryeministri i Kosovës. Ministri Vitia propozoi që ne t'i kemi edhe 4 përfaqësues të tjerë, Ministrin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ambientit, përfaqësuesin e klinikës infektive, përfaqësuesin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë dhe të qendrës së situatave në Këshillin e Sigurisë. Përgatitjet jemi duke i bërë pa ndërprer dhe maksimalisht. Edhe një herë i ftojmë të gjithë qytetarët e Republikës që nëse kanë shenja kollitje, etheve ose me vështirësi në frimarrje, të qëndrojnë në banesat apo shtëpitë e tyre dhe të kontaktojnë në numrin e telefonit 038 280 800 e të mos shkojnë me njëherë në qendrat e mjekësisë familjare apo në spitalin e qytetit të tyre. Pra, të qëndrojnë në shtëpi, në banesë, nëse i kanë ndonjërin prej këtyre 3 simptomave, ethe, vështirësi në frimarrje ose kollitje. Të evitojnë shtrëngimin e duarve, përqafimet dhe të pastrojnë sa më shumë duart me sapun apo me dezinfektues me bazë alkooli. Këto janë këshilla të thjeshta praktike, po janë teje të rëndësishme e mund të jenë edhe vendimtare. Deri më sot 93 raste janë testuar për koronavirus në Kosovë dhe asnjëri prej tyre nuk ka rezultuar pozitiv. Ne po i bëjmë përgatitjet që edhe më tej të ngelet kështu. Por në anën tjetër i kemi edhe përgatitjet nëse nuk ngelet kështu.
pra nëse do të kemi të testuar pozitivisht. Unë tash po ja kaloj fjalën Ministrit të Shëndetësisë, zotëri Arben Vitia, për një paraqitje dhe më pastaj për pyetjet tuaja. Faleminderit kryeministër, unë nuk do e zgjas shumë, janë informatat të cilat kanë ardhur në orën 12 nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe që u paraqiten në orën 12:30 në mbledhjen që sapo patën. Dhe desha t'ju informoj se edhe dje me testimin e disa mostrave, ashtu si tha kryeministri, ka ndalur negative dhe për momentin janë edhe 15 mostra të tjera të cilat janë duke u testuar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe po presim rezultatet në orët e para të pasdites në mos për 1 orë, 1 orë e gjysmë maksimumi dhe për rezultatet gjithashtu do të informoheni në kohë reale. Vend për panik nuk ka, vend për frik nuk ka, por mobilizim të shtuar të këtyre masave të jo vetëm institucionale, por edhe nga qytetarët që nuk janë kur mjaftueshëm të përmenden, janë të domosdoshme. Këshillat të cilat janë dhënë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë i lusin qytetarët që në mënyrën më strikte t'i mbajnë edhe t'i praktikojnë, duke filluar nga jo tubime edhe pjesëmarrje në vende ku ka mbi popullim, larje sa më shpesh të duarve, qëndrim në shtëpi për personat e moshuar, ose kur duhet të dalin me maska dhe të evitojnë edhe transportin publik, po në rast se duhet patjetër të vendosin maska, dhe gjitha këshillat e tjera. Ju informoj se dje është dërguar edhe një qarkore informative të gjitha institucioneve shëndetësore publike dhe private për masa shtesë, mirë po edhe rekomandime të tjera qytetarëve të cilat janë tani më në faqet e Ministrisë Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ju faleminderit. Artiana Matoshi, RTK. Unë fakti kam dy pyetje, një për ministrin fillimisht. Ministër, keni rekomandu komisione dhe mbylljen e kufive me shtetet fëqinje, kur do të mbyllën kufit, pasi që deri më tash vetëm Mali i Zi nuk është prekur nga virusi, edhe deshta një pyetje jashtë temës koronavirusit, kryeministër, për sot faktikisht është paralajmëruar që mund të takoheni me presidentin Hashim Thaçi. A do ta zhvilloni atë takim, nëse jo sot, kur? Faleminderit. Atëherë sot në mëngjes ka marrë një rekomandim nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Ne për informacionin e juaj jemi vazhdimisht 24/7 në kontakt jo vetëm institucionet brenda Kosovës, por edhe me institucione tjera si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ECDC-ja, dhe situata vazhdimisht ndryshon dhe është një situatë dinamike e cila varësisht nga zhvillimet në terren do të na detyrojë edhe neve të marrim masa konkrete. Dhe sot nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në relacion me këto që thash, kemi marrur një rekomandim që për një kohë të shkurtër të mbyllen edhe kufit toksor në mënyrë që fakti që nuk kemi akoma koronavirus COVID-19 në Kosovë të pamundsohet ose të shtyhet deri në maksimum paraqitja e tij në paraqitja e këtij virusi në Republikën e Kosovës. Po, do të ketë takim sot, unë kam deklaruar para 3 ditëve nëse s'gaboj që të premten pas dite do të mund të takohemi dhe do të takohemi sot në orën 15, por pa shtrëngim duarsh. Kujtesa Bajrami, Fana, Televizionin STN. Ministri Vitia ka kërkuar ndarjen sa më shpejt të mjeteve për mbrojtjen ndaj koronavirusit. Kur pritën të ndahen ato mjete?
Ministri I Financave dhe Transfereve dhe Ministri I Shëndetësisë, zotërinjt Bislimi dhe Vitia, natyrisht që e kanë përpiluar, shqyrtuar kërkesën edhe propozimin, edhe ato mjete nuk do të lëshohen të gjitha për një herë, po varësisht prej kërkesave të cilat vinë, mirë po jemi zotuar për mbi 10 milion euro dhe këtij zotimi ne I qëndrojmë prapa, por konsiderojmë që nuk ka nevojë që kjo të bëhet për një herë, është zotim I yni për shumën e përgjithshme që ndahet varësisht nga nevojat në vijim. Kryeministër Mirjeta Dervishi nga Kosovës, po e vrem një shqetësim nga ana e qytetarëve, kanë vërshua ashtu marketet, sigurojnë miell, a është e nevojshme kryeministër, a ka Kosova rezervat mjaftueshme? Mos me prit me radh kolona për të siguruar 1 kilogram miell, siç ndodhi dje në për fabrikat e miellit. Nuk ka kurfar nevoje për frikë e panik. Qeveria është me qytetarët, shteti është për qytetarët, dhe ne jemi në gjendje gatishmërie në të gjithë sektorët. Pra, për shkak se janë mbyllur shkollat, kjo s'do të thotë që do të mbyllen shitoret. Për shkak se janë mbyllur shkollat, kjo nuk do të thotë se do të mungojnë mallrat. Edhe mbyllja e kufive, varësisht nga pikat kufitare, të cilët do ta tregojmë së shpejti, nuk reflektohet tek mallrat, por vetëm tek udhëtarët. Pra mallrat edhe më tutje do të hyjnë në Kosovë, sepse ne kemi aq shumë të varur konsumin nga importi. Pra bëhet fjalë për udhëtarët e jo për mallrat. Nuk do të ketë mungesë të mallrave. Ka mungesë të orëve të mësimit, sepse I kemi mbyllur shkollat në të gjitha nivelet, prej kopshteve deri tek universiteti, mirë po kjo s'ka të bëjë me mallrat. Andaj, me qenë se do të ketë mungesë të mallrave, nuk ka nevojë as për prani të tepërt në për shitore. Dhe paniku edhe frika nuk kanë pse ekzistojnë, me qenë se nuk e kemi asnjë të infektuar, për dallim prej shumë vendeve të tjera në Evropë, dhe në anën tjetër I kemi marrur përgatitjet me kohë të gjitha si rrallë kusht tjetër. Gjeneta Murteza, I Kallzo.com. Kryeministër, jeni taku ditëve të fundit me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa, dhe cila është qëndrimi juaj dhe partnerit juaj karshi të heqjes së taksës cila po kërkohet nga SBA-t? Po, ne kemi takime të rregullta si kryetarët subjekteve të koalicionit qeverisës, dhe natyrisht që synimet e qëllimet I kena të përbashkëta, jemi bashkë në qeveri, por kjo s'do të thotë që për ndonjë temë nuk kemi ndonjë dallim, si puna e çështjes së tarifës 100%. Ne vazhdojmë besojmë që kur ta kemi një dakordim për një qasje sa I përket tarifës 100%, atëherë edhe do të mund ta bënim vendim të qeverisë në mënyrë që ashtu siç preferojmë ne të mos jetë një vendim me shumicë të thjeshtë aty. Nuk mund t'ju them diçka të re për këtë çështje, me qenë se s'ka ndonjë zhvillim ose lëvizje të re. Erdogan Zëqiri, Kosova Press. Kryeministër, pra sipas kësaj me 15 mars nuk pritet që të largohet tarifa për lëndën e parë ndaj mallrave serbe. Edhe në pyetje tjetër për ministrin Vitia, sa është e vërtet lajmi që një personel në një ambulancë në Viti është vendosur në karantinë? Ndoshta I shkëmbejmë përgjigjet, se ne ishim në mbledhje kur morëm vesh lajmin për këtë persone vendosur në karantinë në Viti, dhe ministri erdhi direkt këtu që të marrë pjesë në këtë konferencë për media,
dhe nuk di nëse ka informacion, por në anën tjetër unë dua ta konfirmoj atë që thatë ju, se në mungesë të një vendimi të qeverisë që do të vinte nga propozimi e qëndrimi që unë kam shprehur këtu për ajush, gjithçka vazhdon njësoj sikurse që ka qenë deri më tash, pra ngelet taksa 100%. Unë besoj që më së miri do të ishte që ta kishim zbutur këtë situatë me një gest të vullnetit të mirë të bërë vendim qeveritar për ta hequr tarifën 100% në lëndën e parë që nevojitet prodhuesve tonë. Mirë po, jemi këtu ku jemi dhe përderisa nuk kemi një konsenzus për një vendim të ri, ngelet ai vjetri. Po, do të kuptojmë që situata jo vetëm të ne, po në nivel global ndryshon nga ora në orë e besa nga minuti në minut. Po ashtu edhe unë si ju gjatë mbledhjes lexova informacionin si tha kryeministri, mirë po çdo informacion deri tani që lëshohet nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë do të jetë informacion i verifikuar dhe pastaj i plasuar. Kemi pasur disa raste kohën e fundit të raportimeve të cilat kanë shkaktuar konfuzitet te qytetarët. E fundit ishte se disa nga mostrat kanë shkuar në Tiranë, është absolutisht e pavërtetë. Dhe në them prap ju kërkoj mirëkuptimin e juaj që në këtë situatë në cilën po kalojmë duhet të jemi shumë korrekt me informacionin, sepse kjo përveç që e ul frikën dhe panikën te qytetarët, e ndihmon edhe institucionet përkatëse, sidomos personelin shëndetësor që të veprojë sa më mirë, sepse ata janë vija e parë e frontit dhe në momentin kur krijohen situata të tilla të panikut, do të ketë një fluks të shtuar i cili vetëm do t'i pengojë në punë dhe rrjedhimisht do të ketë probleme pastaj edhe për t'u ofruar shërbime cilësore për qytetarët. Ne në kohë reale për çdo rast ju kemi informuar dhe do të vazhdojmë të informojmë në rrugë zyrtare për secilën rrjedhë të ngjarjeve sa i përket kësaj çështje. Faleminderit. Unë jam ministri i shëndetësisë, do të adresoj këtë çështje, mirë po nuk është e imja me dhënë përgjigje në këtë rast besoj. Faleminderit shumë, mirupafshim herë në ardhshme.